Ibn Ishaku ka një libër të famshëm në lidhje me sjelljen e profetit alayhis salam. Dhe tregon se nga leximi i profetit, nga mënyra se si e lexonte, nga sinqeriteti që e kishte, dhe nga ana e fortë poetike që kishte Kurani, madje edhe mushrikët e Mekës, ata të cilët nuk i besonin profetin, nuk e njihnin Kuranin si libër hyjnor, nuk rezistonin dot dhe nuk qëndronin larg dëgjimit të tij. Ai tregon se mohuesit dhe paria e tyre, si që ishte në atë kohë Ebu Sufjani, Ebu Xehli, Akhnes bin Sharik, shkonin fshehur asaj natën tek shtëpia e profetit alayhis salam dhe dëgjonin teksa ai lexonte Kur'an kur falte namazin e natës. Secili të pozicionuar në një vend, në një cep ndryshe shtëpisë, dhe nuk kishin ndjeni për njëri tjetrin. Dhe ngjonin leximin e profetit alayhis salam derisa linte dielli, derisa vinte agimi. Pastaj shpërndaheshin, mirë po rrugët e Mekës nuk është ishin shumëta, dhe takohen me njëri tjetrin në mëngjes. E shikojnë njëri tjetrin dhe e qortojnë, dhe thonë mos e bëjmë më këtë veprim, sepse do të na shikojnë me ndjelehtët, pra i kishin për ndjekësit që ato i mashtronin dhe i merrnin mas vete. E pastaj do të bien dyshime, dhe do ta pranojnë pra fenë e Muhamedit. Mirë po, leximi i profetit dhe Kurani ishte aq tërheqës sa që nuk e mbajtën dot fjalën. Shkuan prap natën e dytë. Dhe përsëri u takuan mëngjes në të njëjtën mënyrë dhe e dhanë këtë fjalë. Shkuan prap natën e tretë. Dhe kur takuan mëngjesin e ditës së tretë, i dhanë fjalën njëri tjetrit dhe u betuan se nuk do ta bënin më këtë gjë. Ata me të vërtet që i pengoi zilia, mendimasia, frika se mos humnin pushtetin, dashuria që kishin ndaj dunjas për të përfituar nga mesazhet e Kuranit dhe nga vetë Kurani. Mirë po ne do t'i bëjmë një pyetje sot vetes, cili është sebepi që na detyron ne që të mbajmë distancë me Kuranin dhe të mos i përkushtohemi atij. Këtë pyetje çdo besimtar duhet t'ia bëjë vetes së tij.